Qytetarët të cilët do të kompensohen për tokën ku do të kalojë gasjellsi TAP për të marrë parat mund të drejtohen premsurave postare. Posta shqiptare nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me Intesa San Paolo Bank. Të gjithë ato klientë, të gjithë ato qytetarë të cilët kanë të drejtën ligjore për të kompensuar pikërisht për tokën e cila vjen në shfrytëzim të këtij projekti kaq strategjik për Shqipërinë, mund të bëjnë, pra banka do bëj kompensim përmes postës shqiptare. Dhe unë besoj që ky është një projekt i cili është në vazhdimsi dhe jemi të gatshëm që ta konsolidojmë akoma në të ardhmen. Marrëveshja parashikon gjithashtu edhe lehtësi për qytetarët dhe bizneset, të cilët kanë marrë kredi pranë kësaj banke. Këstet e saj do të mund të shlyhen në filialin më të afërt të postës. Posta shqiptare is a very important infrastructure of the country. Posta shqiptare ka një infrastrukturë shumë të rëndësishme për Shqipërinë dhe mund të jetë një motor i vërtet për të zhvilluar ekonominë dhe më tej. In which posta shqiptare. Ne besojmë që kjo marrëveshje do zhvillojë akoma dhe më tej marrëdhënien tonë. Posta shqiptare ka 550 zyra të shtrira në të gjithë vendin dhe drejtori i përgjithshëm i saj u shpreh se institucioni që drejton është i hapur për të konsoliduar bashkëpunimin, qoftë me sektorin publik, ashtu dhe me atë privat.